Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryetarja e dhomave të specializuara të gjykatës speciale Ekaterina Trëndafilova nga sot do të qëndroj për vizitë 3 ditore në Kosovë. Policia Kosovës njofton se në bashkërendim me autoritetet kompetente ndërkombëtare, gjatë kësaj vizite do të angazhohet për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë publike. Për të mundësuar qarkullimin e lirë sipas itinerarit të lëvizjes, si dhe zhvillimin e aktiviteteve apo takimeve të personaliteteve sipas agjendës, policia do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në intervale të shkurtra kohore në disa segmente rrugore, ku edhe mund të ketë riorientim të trafikut në rrugë alternative, thuhet në njoftimin e policisë. Por vizita e paralajmëruar në Kosovë e kryetarës së gjykatës speciale Ekaterina Trëndafilova ka nxitur reagimin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Ata thonë se kjo vizitë jo vetëm që është e papranueshme, por është fyerje e rëndë ndaj të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë e këtij vendi. OVL UÇK-s konsideron se kjo vizitë nuk ka asgjë të përbashkët me drejtësinë apo transparencën, përkundrazi është përpjekje për të ikur nga llogaridhënia dhe për të vazhduar një agjendë të njanshme politike. Në reagim thuhet se kjo çënësie arrogante dhe fyese nuk është gjë tjetër veç se vazhdimi i padrejtësisë që po u bëhet kerreve të UÇK-s në Hag. Mëtej theksohet se e njëjta gjykatë që heshti për krimet serbe mbi civilët shqiptar sot vjen në Kosovë si autoritet drejtësie, por nuk ka guxim të përballet me opinionin publik. Me ftesë të Këshillit Federal të Zvicrës, të udhëhequr nga presidentja e Konfederatës së Zvicrës Karin Keller-Sutter, presidentja Vjosa Osmani do të realizojë vizitë shtetërore në Konfederatën Helvetike me datën 21-22 maj. Në kuadër të agjendës zyrtare, Osmani do të mbajë takime me presidentën e Zvicrës dhe me Këshillin Federal, si dhe do të mbajë fjalim në Parlamentin e Zvicrës. Po ashtu, dy presidentët do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Vizita shtetërore e presidentës jo vetëm që ka karakter historik, por edhe simbolik pasi thekson marrëdhënie të ngushta, të qëndrueshme dhe shumë dimensionale ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës. Aleanca për Ardhërinë e Kosovës e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese çështjen e formimit të komisionit për votim të fshehtë në seancën konstituive të Kuvendit, si dhe vendimet të tjera që kanë të bëjnë me seancat lidhur me këtë çështje. Kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se çështjen e ka dërguar në kushtetuese së bashku me deputetet e LDK-s dhe të PDK-s për të saktësuar shkeljet kushtetuese dhe për të dhënë zgjidhje se si të dilet nga ky ngërç. Ai ka thënë se dështimi i konstituimit të Kuvendit është bërë loje turpshme dhe se blokada do të shkaktojë pasoja të rënda politike dhe ekonomike. Haradinaj ka shtuar se në një situatë të tillë pa rrugdalje, e vetmja rrugë është gjykata kushtetuese, duke theksuar se presin përgjigje të shpejtë. Lidhja Demokratike e Kosovës edhe zyrtarisht ka dorëzuar në zyrat e rregullatorit për energji kërkesën e deputetëve të kësaj partie dhe deputetëve të tjerë mbështetës për anulimin ose shtyrjen e vendimit të ZRS për largimin e rreth 1300 bizneseve nga tregu i rregulluar i energjisë elektrike. Partia e Abdigjikut konsideron se kjo kërkesë është hap i domosdoshëm për mbrojtjen e interesave të qytetarëve dhe të bizneseve në këtë kohë të ndjeshme. Kjo parti kërkoi edhe zbatim të konsultimeve publike, dorëzim të analizës së plotë në Kuvend dhe zotim për të gjetur alternativa që nuk rëndojnë qytetarët, thuhet në njoftimin e LDK-s. Kalojmë informacionet e fundi që vijnë nga Shqipëria. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri po vazhdon me publikimin e rezultateve preliminare të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Edi Ramës ka siguruar 52.52% të votave në shkallë vendi, duke mbajtur përsi në shumicën e çarqeve. Nga ana tjetër, koalicioni opozitar i djathtë, i udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha, ka marrë 34.33% në nivel kombëtar, pasuar nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 3.46% të votave. Në nivel vendi, deri më tani janë numëruar 2.135 qendra votimi nga 5.225 që janë në total.
Sipas të dhënave të KQZ-s, pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjet e 11 majit ka qenë 42,17%. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në vazhdën e hetimeve në kuadër të rastit Mati është sekuestruar pasuri shtesë në vlerë mbi 2 milion euro. Sipas njoftimit të prokurorisë, rasti është nën hetime për veprën penale shpëlarje e paras. Në rastin Mati, gjatë muajit shtator të vitit që lan pas, ishin arrestuar 3 persona. Me urdhër ndalues përfundimtar të gjykatës themelore në Prishtinë, Departamenti Special thuhet se janë sekuestruar 20 njësi banesore në vlerë prej 1.788.000 euro, 2 lokale afariste prej 335.000 eurosh, 17 garazhe në vlerë prej 145.000 euro dhe depo në vlerë prej 17.000 eurosh. Në njoftim theksohet se për veprimet e tjera, publiku do të njoftohet me kohë. Në 27 vjetorin e rënjes së heroit të kombit Agron Rahmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kujtuar heroizmin e tij. Vrasjet e heronjve të luftës për liri ishin goditje shumë e madhe për luftën çlirimtare, tha ai. 5 ditë pas vrahjes së Bari Fazliut, është vrarë edhe Agron Rahmani dhe këto 2 vrasje të herojve tonë të popullit, të luftëtarëve të paepur, të njerëzve aq të dashur e të veprimtarëve intelektual kanë qenë goditje shumë të mëdha për luftën çlirimtare të Kosovës. Agron Rahmani ka pasur edhe të njëjtën moshë me Bari Fazliun, por në vitet 80-90 që të dy po ashtu për disa muaj kanë qenë gjithashtu në burg në kohën e demonstratave të atëhershme dhe më pastaj janë organizuar bashkërisht pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me dallim prej 5 ditësh bien heroikisht në përballje me forcat armike. Agron Rahmani, sikurse edhe të gjithë dëshmorët e tjerë të kombit, e përbëjnë historinë tonë, ndërkaq pikërisht kujtimi ynë për ta, besnikëria jonë ndaj tyre na ndriçon rrugën përpara në mënyrë që të ecim edhe me mbrojtje të atdheut, edhe me demokraci në institucione, edhe me progres për shoqërinë, edhe me zhvillim për ekonominë tonë, për këtë brez dhe për brezat që do të vinë. Lavdi Agron Rahmanit dhe të gjithë dëshmorëve martirëve të kombit shqiptar. Flasim tani në shënimin e javës së dëshmorëve dhe betejës së Anadrinit me 12 maj të vitit 1998, ku sot në Rahovec po organizohen aktivitete të shumta. Kryetari i komunës së Rahovecit Smaj Latifi ka bërë homazhe pranë shtatorëve të 2 vëllezërve Bedrushi e Fejm Gashi nga Drenoci. Bedrushi bashkë me të vëllain Fejimi janë heronjt që shkruan me gjak historinë, i dhanë shumë luftës për liri duke u bërë vetë historia, ka shkruar Latifi. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kujtuar betejën e 12 majit në Ratkoz, Vrajak, Bratotin e Malsi të vogël. Ai tha se kjo betejë shënoi një kapitull të ri në luftën çlirimtare në zonën operative të Pashtrikut. Po në këtë ditë, ai ka kujtuar dhe rënjën e udhëheqësit të njësiteve të para guerilje të UÇK-s Agron Rahmani. Në shënim të javës së dëshmorëve, sonte nga ora 19 organizohet nata e dytë e festivalit të folklorit Anadrinia Jehon në Denj. Ndrojmë temë të informacionit, një ngjarje e rëndë është raportuar pas ditën e djeshme në Prizren, ku një 24 vjeçar ka humbur jetën në rrethana të dyshimta. Për këtë rast, në raportin e policisë thuhet se në stacionin policor janë paraqitur 2 persona të cilët kanë deklaruar se kanë shkuar në një zonë malore me viktimën për ta provuar një armë të cilën ai donte ta blinte. Dyshohet se viktima, pasi e ka marrë armën, ka shënë 3 herë në drejtim të tokës dhe pastaj e ka çelluar veten në kokë, thuhet në raport. Lidhur me rastin, janë arrestuar 3 të dyshuar dhe me urdhër të prokurorit ata janë dërguar në mbajtje.
Ministra në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se për herë të parë që nga ndërtimi i termocentralit Kosova B ka nisur procesi i modernizimit të njësive ekzistuese dhe zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të këtij objekti strategjik energjetik. Sipas saj, ky modernizim po realizohet me një investim prej 56.5 milion eurosh, të cilat janë tërësisht të financuara nga Keku, pa marrë kredi apo borxh. SBA dhe Kina kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për uljen e tarifave tregtare pas një lufte tregtare. Shtetet e Bashkuara dhe Kina njoftuan të hënën se janë pajtuar për një marrëveshje për të ulur tarifat reciproke për momentin, ndërsa dy ekonomitë më të mëdha në botë kërkojnë t'i japin fund një lufte tregtare që ka prishur perspektivën globale dhe ka vënë në tension tregjet financiare. Duke folur pas bisedimeve me zyrtarët kinez në Gjenevë, sekretari i thesarit amerikan Scott Bessent u tha gazetarëve se të dy palët ishin pajtuar për një pauzë 90 ditore të masave dhe se tarifat do të uleshin me mbi 100 pikë përqindje në 10%. Të dy vendet i përfaqësuan shumë mirë interesat e tyre kombëtare, ka thënë Bessent, duke shtuar se të dyja palët kanë interes për një tregti të ekuilibruar dhe se SBA-t do të vazhdojnë të lëvizin në këtë drejtim. Ai foli së bashku me përfaqësuesin e tregtisë së SBA-s, Jamieson Greer, pas bisedimeve të fundjavës në të cilat të dyja palët kishin përshëndetur përparimin në ngushtimin e dallimeve. Takimet e Gjenevës ishin ndërveprimet e para ballë për ballë me zyrtarëve të lartë ekonomik amerikan dhe Kinës, që kur presidenti Donald Trump u rikthye në pushtet dhe nisi një sulm global tarifor duke vendosur detyrime veçanërisht të rënda ndaj Kinës, që nga marrja e detyrës në janar, Trump ka rritur tarifat e paguara nga importuesit amerikan për mallrat nga Kina në 145%, përveç atyre që ai vendosi për shumë mallra kineze gjatë mandatit të tij të parë dhe detyrimeve të vendosura nga administrata Biden. Kina u kundërpërgjigj duke vendosur kufizime në eksportin e disa elementeve të rrallë të tokës, jetik për prodhuesit amerikan të armëve dhe mallrave elektronike të konsumit, duke rritur tarifat për mallrat amerikane në 125%. Mosmarrveshja për tarifat solli në një ngërç tregtim dypalshe prej gati 600 miliardë dollarësh, duke prishur zinxhirët e furnizimit, duke shkaktuar frikën e stagflacionit dhe duke shkaktuar disa shkurtime vendesh pune. Tregjet financiare kanë qenë në pritje të shenjave të një shkrirje në luftën tregtare dhe kontratat e ardhshme të aksioneve në Wall Street u rritën kurse dollari u forcua kundrejt konkurrentëve të sigurt të hënën, ndërsa bisedimet rritën shpresat se një recesion global do të mund të shmanget. Hamasi ka njoftuar se po liron një peng amerikano-izraelit, megjithatë Izraeli thotë se nuk ka armë pushim. Hamasi do të liroj një peng izraelito-amerikan. Edan Alexander nga Gaza të hënën njofton grupi militant palestinez, megjithëse kryeministri izraelit ka thënë se nuk do të ketë armëpushim dhe planet për një fushat të intensifikuar ushtarake do të vazhdojnë. Megjithatë, luftimet do të ndalen për të lejuar kalimin e sigurt të Aleksandrit, ka thënë kryeministri Benjamin Netanyahu. Izraeli u informua të dielën për vendimin e Hamasit për të liruar pengun e fundit amerikan të mbijetuar në Gaza si një gest të vullnetit të mirë ndaj presidentit Donald Trump. Pas bisedimeve katërpalshe mes Hamasit, SBA-s, Egjiptit dhe Katarit, mund të hapë rrugën për lirimin e 59 pengjeve të mbetura të mbajtura në rripin e Gazës, 19 muaj pas sulmit të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023. Por Netanyahu tha se Izraeli ishte pajtuar të lejonte vetëm kalimin e sigurt për Aleksandrin, ndërsa operacionet do të vazhdonin. Aeroplanet luftarak izraelit vazhduan të bombardonin Gazën përpara lirimit të pritur, duke vrarë të paktën 15 persona në një shkollë që strehonte familje të zhvendosura nga Xhabalja në veri të enklavës, njoftuan autoritetet lokale të shëndetësisë, kurse ushtria izraelite tha se po shqyrtonte raportin. Të nderuar shikues, si ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës do të takohemi në edicionin orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.